A e dini se cikli menstrual nuk është ajo se çka ju kanë dhënë në rrjetet sociale, po është një fuqi ku juve si femna ju lejohet me i liru emocionet të ndrytura që keni brenda jush. E dini se gjatë ciklit menstrual bëhemi ma të ndjeshme, ma emocionale, shpërthejmë ndonjëherë edhe në nervoz, ndoshta në mlef, kështu që ta kuptoni se njëherë në muj e keni lirin me nxjerr atë emocion, atë ndrydhje, ata që ju e mani brenda vetës, ndoshta gjatë tërë muajt, por jo vetëm aq, edhe gjatë krejt jetës. Cikli menstrual është fuqi, njerëz, nuk është ajo se çka ju shitet në rrjetet sociale, por është fuqi femërore për me liru gjona nga trupi, për me lshu gjona nga trupi, dhe përdorni këtë fuqi, përdorni këtë forcë dhe filloni t'i shihni menstruacionet ose ciklin menstrual si diçka shumë të fuqishme që na e kem, dhe kur të keni emocione negative gjatë ciklit, lironi sepse aty e keni mundësinë vërtet mu liru, mu pastru, mu shëru.